Nëse je në burg, edhe i të po këtë video për i burgut, do më thënë i bie që ti ke akses në telefon, do më thënë i bie që ke akses në rrjetet sociale. Dil edhe shfrytëzoje edhe thuje njerëzve se nuk është gangsterlik me ra në burg, e nuk është diçka për mu marrë shembull për me ra në burg. Sepse njerëzit po e morim shoh veten të marrë shembull edhe të mundu me kriju sherre se sa ma tepër se ta çojnë veten në burg për m'ju tregu shoqërisë jashtme se unë jam gangster, sa ai si bie në burg është gangster. Dile tregon me njerëzve dhe thye njerëzve se kena qenë më të lumtur kur kena qenë jashtë sa tash si jena në burg. Tregoni ju lutem, tregoni të vërtetën sigurisht. Se po mojnë shembull njerëzit, edhe po mojnë shembull njerëzit që tashi për me qenë gangster, sot do të murraf me njerëz, do të më bëj zhurmë, do të më bëj kështu, se kështu ta kanë frikën. Në kupton? Edhe po mësot situata në Shqiptari, se me qenë gangster është me poshtru tjetrin. Edhe s'po respektohet fare, s'po respektoj njëri tjetrin fare, s'po ekziston edhe po vriten njerëzit për i kafe. Në kupton? Rastin që ndodhi. Po vriten njerëzit. Nëse shaf video të lutem, edhe jeni njerëz që e përdorni rrjetet sociale, shfrytëzoni këtë sen, bani një të mirë se dhe Zoti ja u din. Se po shkon rinia shqiptare, po shkon çdo lloj vetë shqiptare, rinia shqiptare po shkon për lesh bubit, po rritet një gjenerat mizere. Dilni dhe shfrytëzoni, thoni se me ra në burg nuk është kënaqësi. A kupton? Vlen më tepër liria kur s'ke pas kontroll. Do të thënë kur ke qenë të lumtur afër nanës tuaj, afër vëllezërve tuaj, afër familjarëve tuaj, se tash sa jeni në burg. Shfrytëzoni audiencën që keni. Ju përshëndes edhe lirim sa më të shpejt.